Mirëmëngjes të gjithëve, mirë se keni ardhur në Kafe Sheto në Syri Televizion. Faleminderit që jeni zgjuar posaçërisht për këtë program, sidomos edhe në ditën e sotme ku kam përshtypjen një pjesë shumë e madhe do të jenë pushim, me këtë rast gëzuar Krishtlindjet dhe festa në vijim të gëzuara. Jeni duke na ndjekur nga Syri Televizion dhe jo vetëm. Përshëndetje dhe mirëmëngjes gjithëve që po na ndjekin gjithashtu nga Syri FM në radio në 89.8 MHz, pa harruar që jemi gjatë gjithë kohës live streaming në YouTube, në Syri TV, kanali i dedikuar, dhe ditën e sotme kemi për të folur për shumë zhvillime që kanë ndodhur në orën e fundit, ditën e djeshme, çfarë pritet të ndodhë në vazhdim, dhe menjëherë do doja që t'ju lexoja lajmet kryesore, zhvillimet kryesore që na përcjell redaksia jone e informacionit. Lideri i opozitës, Sali Berisha, deklaroi se Edi Rama rrëzohet vetëm me revolta të qëndrueshme qytetare. Gjatë një konferencë me gazetarët, Berisha akuzoi Edi Ramën për bllokim të drejtësisë dhe daljen kundër heqjes së imuniteteve dhe arrestimit të kriminalëve. Berisha u ndal tek skandali me tenderat korruptiv të Akshit, ku theksoi se protagonistë kryesor të aferave janë Baxhanaku i Ramës, Armend Frangu dhe bashkëshortja e tij Linda Rama. Berisha tha se Ergyes Agasi, një tjetër protagonist në dosjen voluminoze të Akshit, brenda 5 muajve i rriti fitimet e tij nga 1.000 euro në plot 234 milion euro. Mediat e mëdha ndërkombëtare vijojnë t'i bëjnë një hon protestës kombëtare të Partisë Demokratike. The Telegraph shkruan se qytetarët kërkuan dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama, teksa sulmuan kryeministrin me bomba Molotov. Në fokus të lajmeve të publikuara ishin hetimet për korrupsion masiv ndaj zëvendës kryeministres Belinda Balluku, të cilat shërbyen si shkëndij për ndezjen e revoltës së qytetarëve ndaj qeverisë. Protesta e opozitës u raportua nga CNN, Le Figaro, Euronews, Daily Mail, Politico dhe një sër mediash të tjera. Lideri i opozitës Sali Berisha ka publikuar një video në të cilën biznesmeni në kërkim Ergyes Agasi shihet duke udhëtuar në të njëjtën eskort me kryeministrin Edi Rama. Publikimi i videos është bërë bazuar në denoncimin e një qytetari i cili jep edhe detaje për automjetin e Agasit dhe pozicionit që ai mbante në eskortën e shefit të qeverisë. Berisha e cilsoi Agasin si pengmarrës dhe inspektor të përgjithshëm të narkoshtetit. Një ditë pasi kryeministri Edi Rama u shpreh vendosur për të vijuar me nismën e paqes fiskale, Fondi Monetar Ndërkombëtar ngriti sërish alarmin se marrëveshja e paqes fiskale rrezikon të minojë progresin e mëparshëm në administrimin tatimor. Përmes një reagimi, Bordi Ekzekutiv i FMN-s kundërshton nismën e qeverisë për falje borxhesh dhe rivlerësim preferencial financiar. Më herët, nisma për paqen fiskale u kundërshtua nga Bashkimi Evropian dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar si një ligj që cënon barazinë e bizneseve dhe krijon kushte për pastrimin e parave të pista të krimit dhe korrupsionit. Gjykata e Lezhës ka shpallur fajtor dhe ka dënuar në total me 17 vite e 8 muaj burg 3 persona të akuzuar për kultivimin e bimëve narkotike në zonën e Kashnjetit, ku në prill të vitit 2024 u zbulua një stan i përshtatur për këtë veprimtari kriminale. Mes të dënuarve është edhe Armando Ndreca, vëllai i ish deputetit të Partisë Socialiste, Eduard Ndreca. Sipas vendimit të trupit gjykues, 2 persona janë dënuar, secili me nga 6 vite e 8 muaj burg, ndërsa Armando Ndreca me 4 vite e 4 muaj burgim. Gjykata e shpalli fajtor Elvis Shpezaj për veprat penale prodhimi dhe shitja e narkotikëve, kultivimi i bimëve narkotike dhe vjedhja e energjisë elektrike. Katër protestuesit të arrestuar pak minuta pas protestës nga policia e Tiranës janë liruar nga gjykata e Tiranës. Gjykata ka vendosur cilësimin e arrestimit të tyre si të palishëm dhe lirimin e menjëhershëm. Sekretari i përgjithshëm i Selis Blu, Flamur Noka, pas përfundimit të seancës, u shpreh se qytetarët do të vijojnë të protestojnë deri në largimin e qeverisë së Rama. Sipas tij, ata protestojnë kundër Ergyes Agasit, Belinda Ballukut dhe të gjithë njerëzve të korruptuar të Edi Ramës. Kam
përshtypjen se shumë prej jush ditën e djeshme kam parë. Po ti këtu Flavio, wow. Ç'është kjo surprizë? Rastësisht u ndodhëm këtej. Mirëmëngjes, miq të dashur, mirë se vini në Kafesheto për ditën e sotme, një ditë e jashtëzakonshme në këtë adveun ton. Ka pasur pak mungesë vjedhjesh këto kohë. Këto orët e fundit, sidomos tani më që kemi edhe plugun sa i takon mediave dhe ndaj sot kemi vendosur miq të dashur të flasim për mediat e Ramës, si funksionojnë, si kanë funksionuar, cilat janë personazhet që ja bëjnë lëmsh në stomak. E lam pak Gretën vetëm sot për ta filluar për t'i dhënë gaz emisionit të ditës së sotme pas suksesit të plugut të mbrëm, për cilin jam i sigurt që të pëlqeu shumë. Më pëlqeu shumë dhe këtë ishte duke thënë, ndërkohë për çdo që mund ta ketë humbur, mund ta gjej në kanalin tonë në YouTube. Plug Syri TV. Sigurisht miq të dashur do të flasim edhe për zhvillimet e fundit se takon frontit të Ergys Agasit. Na doli që e shoqëronte kryeministrin, mikun e tij kryeministër, edhe me makinë. Madje aq shumë rrinte te shtëpia e kryeministrit sa kishte marrë dhe gjob për parkim të gabuar. O sa keq. Shumë gjëna. Merr gjithaj burr gjob. Nëse të paktën shpresojmë që të ketë zënë mend. Mos t'i paguaj. Le që fundi ai do i vjedh të vet ato lekë të taksës. Gjithsesi. U çudita që ishte vendosur gjab. Po ky është lajm i çuditshëm, megjithatë miq të dashur ka pasur edhe zhvillime të tjera se tek fronti të opozitës, përpjekjeve të tyre të dëshpëruara për të bërë një manovër ndaj imunitetit të Ballukut, një imunitet i cili duket i paprekshëm. E vërtet. Isha duke pyetur se ç'bëhet me. Jo, nuk e prekin imunitetin e Ballukut. Megjithatë pjesa interesante është që e pranojnë që vjedh dhe ka vjedhur dhe të vazhdoj të vjedhi. Është pranuar? Po. Gjithë problemi tani është thjesht mos të heqin imunitetin, se që vjedh, nuk e vëm në diskutim. Se duhet ta ketë nëse ka vjedhur. Ndaj, miq të dashur, në 0692722 na tregoni pak përshtypjen tuaja për mediat e Ramës, çfarë i kanë sjellë Shqipërisë, çfarë po ndodh me to, se më erdhi për të qeshur, më kujtova para pak ditësh, nëse të kujtohet në kulmin e krizës së Rama Balluku. Po. Që bëri Sokol Balla atë editorialin që kishte vënë edhe beshartën e kryeministit, po. Kishte vënë gjithë lindat e Shqipërisë. Po. E interpretuan edhe eksponent opozitës sikur Sokoli po i bënte presion Edit. Thash, presion? Ja. Po i lutej, po i përgjëroje. Aman. Ma merr me vete. Aman fal, aman lër, aman ndihmoj, jeni bashk, jeni shokë, ju ishte qurravitje më shumë se sa presion, se nuk më duket sikur janë në pozita për t'i bërë presion. Mbi të gjitha kur kanë të njëjtin hall. Ndërkohë shoh që kanë qenë të shpejta mesazhet. Kemi dhe telefonata që janë duke pritur në linjë në këtë moment, në fakt, po. Prite. Alo, mirëmëngjes. Alo. Mirëmëngjes. Alo. Urdhro. Mirëmëngjes. Mirë se erdhe. Po, mirëmëngjes. Sa u përket media të Ramës, unë e përkthej ndryshe. Jo vetëm të Ramës, po vegla të Ramës. Okej. Vegla të Ramës. Unë shprehje qartë që po shikon disa njerëz të kollorete. Po. Rregulluar si të mua që të arrijë të shiten e të serinoten e këta janë gati që të janë gratë për para. E disa drejtues medias dhe disa aspektues të analizë. Si për shembull me ndër baton Agiu, ushtari i Sërbit. Batoni i lezetshëm. Po? Batoni i lezetshëm tash. Lezetshëm që ai ngarë Vangeli i thot Vangeli ka ndruar. Vangelin të lutem. Vangeli ma lër veç që nga e hëna. Duhet të Vangeli të vjene. Ka qëtë hënë që nuk është më... Ai Vangel që njohim. Nuk e di. Se dhe, japim do të atë klipin e Vangelit? Ta fillojmë ditën se kështë lindje është sot, ditë feste. Nami u bëft. Dakor, zotëri, faleminderit për telefonatën tuaj. Mbrëm dogja plugun të betohen, po frikoja sytë kur tregohet çfarë shifrash dhe çfarë skemash kanë përdorur. Këta është vërtet pak t'i arrestosh, sepse supa kushton në burg.
Dhe për më tepër që edhe tenderi i ushqimit në burgje është një tender i korruptiv. Po kjo është një histori tjetër. Këta duen se çka qenë një metodë naziste që kurse edhe plumbat kur veprë, por nuk do i futem detajeve. Vazhdojmë me një tjetër mesazh. Mirëmëngjesi për shumë vjet Krishtlindjet. Çfarë u bë me Bolino Breshkaxhiun? E diti këtë është kjo? Breshkaxhiu. E jam seriozisht? Ja. Nuk bëtallë. Është e luftës dytë botërore. Nuk ka lidhje me Breshkat Ninja. Jo, nuk ka as me Bolinon. Sepse zakonisht nga që i zhdukin. Jo, është ushtarët italianë gjatë luftës dytë botërore, sidomos ata që ngelen këtu pas konfliktit italo-grek, kishin qef të konsumonin breshka. Si jo? Nuk. Hajde Greta mos bëj Nuk dua ta imagjinoj, kemi një telefonat. Është menu festive, vazhdo me telefonat tjetër alo mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhro. Nuk do flasin apo s'duan të flasin? O larguar, po kemi një tjetër në lindër. Ashtu. Gjatë gjithë kohës. Mirëmëngjes, shef. Mirëmëngjes. Po shef Zeza. Mos më thot stafi im, shef më thua ti. E kishte me mua, Flavio. Po shefe. Qenë ka pralla shumë arbur. Qa pralla që? Po pralla pra e të bërë se s'poj me vesh. Shef Flavio e gjë këtu. Urdhra. Në gjë. Urdhra. Po të shof. Pa. Tani problemi është sepse Salihi, i sekund, më falë. Falë burë. Salihi do të marrë masa kërë kanë gëzu Suleman Demireli, në 89-ën janë nisë nga gjitha qitetet, janë nisë nga, shef më falë, janë nisë nga gjitha qitetet e Turkijes e ka në Ankara. Nuk gëzohet për një ditë, a për 2 ditë, a për 3 ditë. Absolutisht. Ata të nisën në Europë në kam, njerëzët në kam. Dhe atëherë, me batani në kra, me bukë në shpinë, kanë arë dhe kanë rëzu Suleman Demireli në 89-ën. Dakor. Ashtu. Dhe, juroj sukses. Gëzuar Krishtlindje. Faleminderit. E përshëndesim zotrin. Mirëmëngjesi, makina e koordinatorit të mafjes Ergyes Agasi me 607.000 lek gjoba të papaguara. 607.000 lek. Inshallah janë të reja, se... Po kam përshtypjen po. Duhet janë. Nejse, ta shohim. E fundit në Surrel afër shtëpisë Edi Ramës. Normal. Dëgjoj, është vend me postobloka e ha kollaj gjobën aty. Nuk është se ka të bëjë me mungesën e informimit apo zotësisë. Jo, po se i bie që ka fjet aty nëse e ka lënë keq aq shumë kohë. Pa dyshim. Ka kaluar natën, jo se domosdoshmërisht ka fjetur në kuptimin e keq të fjalës. Po, Ka qëndruar shumë orë. Shumë orë të gjatë. Mund të ketë gërhitur për shembull. Po. S'ka gërhitur fare. Vera të bën gërhasësh. Vera të bën. Vera. Po kap edhe kokën që keq mund gërhasësh. Tash i varet se ne flasim për verëra që kemi provuar ne. Vërtet është. Sa është vera më e shtrenjtë që ke për ti Greta? Maksimumi jot. 3700 lekë. Jo ato që ke bler me lekët e tua, ato që të kanë qerasur. 50. 50 po themi, po. E imagjinon me Greta. Nuk mundem dot. Nuk e imagjinojmë dot. Mirëmëngjes, syri me bindje them se po t'ishte bler dhe syri të vë nga Rama, do kishte marrë lumi këtë popull. Hajde thuaj ati që pagujon qeran. Viktori Kavareza na thot, në radhë të parë gëzuar Krishtlindjet, në radhë të dytë a ka ngelur? Jo, Viktor mos u merr me atë pjesë, dhe e treta, as këtë nuk e themi dot, njerëz pa dhunë, njerëz. Pa dhunë. Absolutisht pa dhunë. Nga këto që shohim dhe dëgjojmë plumbin e ndajnë këto. Mirë. Shumë lek ishte bëra në fakt. Goxha. Kemi një telefonues në link. Dëgjoj pas të mirë presim telefonata. Ta shohim pak më pak 6. Pasi asaj, pas atyre që zbuluan për Bolinon se si kishte vjedhur tokën dhe për atë tokën kishin paguajtur dhe ish pronarët, mund që t'i jepnim tokën ish pronarëve, po i kishim dhënë 3 milionë euro atyre. Dhe përveç se ja kishim dhënë Bolinos gjithë tokën, i kishim dhënë dhe lek për të bërë televizionin. Një kur e vepër,
A e pak çmimin e karrierës. Edhe e meriton një çmim karriere. Atë karrierë. Urdhro, çmimi i karrierës, një jetë si dërguar special. Wow. Si thonë dhe këto në për Tallava, special përshëndetja. Special përshëndetja. Vazhdojmë me telefonata në mëngjes. Mirëmëngjes. Përshëndetje. Përshëndetje, Flavin. Urdhro. Për tema është për këtë, Bolino. Jo, mediat e Ramës, çik me gjërsaj, se s'ka vetëm Bolino, ai ka shumë. Por përveç juve ka ngelur media tjetër? E mo duhet ketë në një tek këtu. S'ma do mandja. Ka. S'është pa gjë. Me gisa. Okej. Po ke një të preferuar ti nga këto? Nga mediat? Nga këto të Ramës. Nga këto të Ramës? Kush të bind ty? Të preferuar dhe... është njësoj si të preferosh Ramën. E qartë. Dakor. është shmënduri njerëzore. Shmënduri njerëzore, okej. Të përshëndes, Flavio. Faleminderit, gëzuar. Mirëmëngjes, Flavio dhe Greta, sa për temën. Dua të them se mjafton vetëm me plugun, sa afera tjera ka vjedh kjo qeveri anti-shqiptarët. Kam shuar shpesh që koha nuk pret se Ramovici ka bërë kasapanët çdo familje shqiptare duke i vjedhur e përçarë. Koha është për të marrë fatet e vendit në dorë, se këta anti-shqiptar po shesin çdo gjë. Duhet ngrihemi për ta zhdukur. Nuk e di në 2026 sa shumë gjëra do kenë mbetur për të zhdukur, sidomos pas një marrëveshje të çuditshme që ka firmosur ky me Italinë. Ajo, marrëveshja kuadër. Ku përfshije edhe sektori energjetik. Mora vesh atë lajmin, më pëlqeu shumë. Ajo që zbuluam nga Ministeriali i Energjetikës, që Belinda Balluku në 3 vite e gjysmë të fundit, në praktikisht mandatin e 3 dhe këtë të 4-tin, nuk, price, do ta them me një lloj shumë, nuk kishte marrë asnjë vendim në favor të integrimit energjetik të Shqipërisë në Europë. As edhe një firmë të vetme nuk kishte dhënë dhe nuk kishte ndërmarrë asnjë veprim që të parafronte legjislacionin e energjisë tonë dhe veprimtarinë e Ministrisë Energjetikës me Bashkimin Evropian. As edhe një. Dhe në 4 vitet e fundit kishte bërë praktikisht çdo herë të kundërtën. Çdo herë veprimin e gabuar. E zbuluam vetëm këtë javë, nuk kemi çfarë bëjmë. Tani e zbuluam, tani na e thanë evropianët se si do e kontrollosh. Pra ne kemi qenë vërtet disi më pranë Europës, por të njëjtët persona që po përpiqen të na të shkojmë vetëm përpara. Ajo që kishte bllokuar. Po e bllokon. Ajo që me heqjen e imunitetit mund bllokonim integrimin evropian, në fakt na thot Bashkimi Evropian, po, dhe fluturimet në Kanada, na thot Bashkimi Evropian që kjo gruaja nuk e dim çka ka bërë, po gjëra në favor të integrimit evropian nuk ka bërë as edhe një të vetme. E dim ne se çfarë ka bërë. Por si bëhen ato shtëpi? Ato 300 shtëpi si do i bësh? Duke punuar, pra, duke Duke hequr karikuesin e telefonit nga priza. Duke hequr nga buka, nga goja ka hequr, shkreta. Por vetëm me sifonin si ja ka bërë për 300 shtëpi. Mos na prek tek uji. Jo, nuk do prekin. Jo, këto kanë ujë, linja më vete, besoj. Besoj se po. Se edhe Benet Beci kishte linjë më vete elektrike për shtëpinë e vet. Po, seriozisht. Kishte edhe fushë tenisi. Fushë tenisi, wow. Edhe pse mua duket sikur sporti i preferuar i Benetit është një tjetër, po. Golfi? Duket si tenisi, po nuk është ai. Padeli, mos mendo për keq. Po, se nuk po vjen. Mos mendo për keq, padeli. Janë këto burrat me pantallona roz që e luajnë. Si do qoftë, një mesazh tjetër na thot, para 2 ditësh emisionit të Ylli Rakipi kishte 2 super komunista të ftuar, Gjergj Lucën dhe Demalien. Më ftuan djetë isha në emision me Demalien. Vërtet? Po thash kam boll probleme me shëndetin, me ndorë jetën time, kush e përballonte dhe atë. Kishte lezet kur diskutonin. Arrinte deri aty sa thonin që Balluku është një grua me... E kuptoj. Praktikisht si Angela e Gropës. Transi i famshëm. Se grua me organe gjinitare mashkullore, ç'ai bie?
Transi bie. Hermafrodit. Jo, hermafrodit s'ka asnjëri as tjetër më duket. Jo, mund. Po dëgjoj, ku marr Se vesh? merremi me këto gjëra. Po jo mos e lindje. dolën vet, mo e than vet se si tham gjë, nuk I tham ne ore dil thuj këtë. E vërtet. Po Ata menduan do I bënin një kompliment. Si do e komplimentojmë? Do themi që është trans. Pastaj ty të kujtohet kur Gjergj Luca kulmin e komplimentit kishte antarësimin nga ajo shoqata vet. Po. Eci me mesazh. Nuk pas kemi humbur shumë, domethënë, nga programi I yllit. E ngrohin në dimër dhe e freskojnë në verë, thot Klosi I Matit. Dakor, ta shohim çik këtë. Se e di që ju ka shqetësuar kjo makina e Ergysa Gasit, me që kryeministri Rama atëherë thoshte që s'kam lidhje. Ai njet vetë, unë jetime, me sa duket jeta vetë dhe jeta ime pas kanë qenë shumë afër me njëra tjetrën, më pak njëshin, lutem. Video numër 1. Sa bukur, sa bukur. Shifin qik edhe targën. Po. Ne flasim për shpinas makinë, s'kemi kështu nga këto. Ku I gjenjë këto makina këta? Ku I bli? Nuk besoj se është aq e vështirë për të gjetur. Ja, urdhër. Opa, e fundit. Urdhra. Ka lezet, tash, ka lezet, dëgjosë. Ke parasysh kur del bashkë si shoqni. Po. Do ikni me restorant, po mund të ktheheni në orare të ndryshme, njëri ka pirë, tjetri s'ka pirë, dhe secili me makinën vet. Po sa surreale duket në fakt si pamje sepse Surreali është surreal. E bukur. Sepse nuk perceptohet ndjesia e trafikut, kur ndërkohë është aq prezente në përgjithësi. Po, pse në vetë 3 makina policie para për çfarë janë? Po. Pastaj që ta kuptosh, ti prandaj bllokohesh në një kryqëzim, se ai e ka bërë planin e qarkullimit, edhe liron krahun që do kaloj vet. Të lutem. Ndërkohë, miq të dashur, në kulmin e skandaleve dhe në faktin që kemi zbuluar, në momentin që kemi zbuluar që këta përveç lekëve të rrogave dhe të pensioneve, çdo qindark tjetër e rruajnë, dhe sigurisht në kulmin e skandaleve te onkologjiku që vazhdon të jetë pa ilaçe dhe pa brakiterapi dhe pa aparaturat të tjera, kanë gjetur kohë Rama dhe ministra e tij e shëndetësisë e reja, Evis Sala, të tallin atë që thuhet me pacientët me tumor. Ma e pak dyshin. Homo, si një zgjuar për Krishtlindja, akoma. Hajde, jepi dyshit. Qa kanë këta? Kanë që mos ketë shumë fluks këtu, se këtu dy në gjithë Shqipëria. Kjo është... Nga Korça që jemi patriotë. Edhe unë korçare. Nga e? Nga Fjeri. Po? Po mirë, e knaqëve? Në trajtimin. Po tu s'të besoni se ti je socialiste, kështu që s'të besoni. Nuk je? E pra, po në më të... Po që do thoshte, jo të beson të ti je patronazhiste. Mos fol fare. Po ti je patronazhiste? Unë nuk jam as patron. Asazhiste, dakor. Ta dëgjojmë pak treshin, pak treshin për t'ju rikthyer pak atij skandalit spektakolar të Ministerialit të Energjisë, ku zbuluam që në 4 vitet e fundit nuk kemi bërë as edhe një gjë të mirë për energjinë, për të dukur pak europian, po thjesht kemi vjedhur. Ora si të vjen kur pagun faturën e dritave tani? Nga 100 lekë. Për herë nuk është ndonjë ndjesi e këndshme. Ta di që po blen dhe një plak, një divan, një jastik për shtëpinë 312 të Belës, për shembull. Nuk duket vetë debit. Për Krishtlindje ndjesh ndoshta një rim më I mirë, sepse Feliz Navidad. Feliz Navidad. Hajde, ma e pak treshin. Atë cekja pak atë çfarë ju e nisët emisionin me atë që ka qarkulluar këtë ditë nëpër media për një të ashtu quajtur sankcionim për jashtim nga Ministeriali I Bashkimit Evropian etj. Lem krejtësisht I çuditshëm, I pavërtet dhe dashakeqës do thoja unë, pasi në fakt nuk ka asnjë përjashtim nga Shqipëria në asnjë nga organet e Bashkimit Evropian. Këtu bëhet fjalë për një, le të themi, element të Sekretariatit Komunitetit të Energjisë, I cili patjetër ka si pjesë të saj shtetet e Bashkimit Evropian, por dhe shtetet e Ballkanit Perëndimor dhe Megjor. Dhe qëllimi I tij I cili është që t'i bëjë këto vende sa më afër Bashkimit Evropian për sa I përket sektorit energjetik. Dhe patjetër, çdo fund viti ministeriali që mblidhet lë masat detyruese për shtetet anëtare që është edhe Shqipëria.
Në atë ministerial, fati ka dashur që isha edhe unë pjesë e takimit, bashkë me përfaqësuesin e Ministrisë dhe Vendsministrin, dhe aty u lanë masa të përgjithshme për Shqipërinë, por edhe për çdo shtet tjetër, Serbia, Maqedonia, Malizi, Kosova ka 2 masa, Serbia ka 2 masa. Dhe çfarë ndodhi? Hiç, na thanë që kemi kohë deri në korrik. Për të rekuperuar gjithë të vite që kemi humbur nga përpjekjet të... Ke kohë deri në korrik, i thanë këti, po që t'i bëjmë këti tash? Ai në korrik ka dhe ditëlindjen. Ka mund të ketë dhe punë tjera. Është plazh, ose mund ta ketë bërë siç e ka bërë sot Rama, miq të dashur, që ka vendosur të shpall nga dita e sotme deri në janar me kismet pushime shtetërore. Lumsi ata do thosh. Lum ata pa. Ky është momenti ku ndjehemi lloj zilie për ata që punojnë në shtet, në të drejtën. Fillon sot. Vetëm rast e festash ndodh kjo. Pastaj është gjithë fundjava. Tanën ku drejt. Ku do shkojmë me datë 30. E hëna është si e premte, e hëna javës fundit të dhjetorit. E vërtetë është. Si gjithë dhjetori në fakt. Megjithatë, do na marrim malli për shtet, paktën. Jo, se këta mund të mblidhen për të vjedhur, prapë. Siç kanë qenë ato VKM-t për Carlo Bolinën. Po patjetër që po. Ai ditë tërmeti, ra tërmeti, si ishte shumë e bukur ajo. Ra tërmeti shkatrimtar, po vdisnin çdo orë nga 2 shqiptarë, sa aq 50 shqiptarë vdiqën. Pak a shumë 2 shqiptarë në orë, po themi, po egzagjeroj për të krijuar iden. Ata u mblodhën në urgjencë. Po. Do thoshti morën në mas për tërmetin? Jo. Thanë, do të bëjmë një VKM të japim tokë Carlo Bolinos. Ditën e tërmetit, nuk e lini dot për një ditë më vonë, ditën e tërmetit. E të mërshëm. Pse? Ska që, vazhdojmë me tjera mesazhe se ju e keni në Terezi. Po të paktën çdo familje që u prek banesa vetë nga tërmeti, tashmë është akomoduar, apo jo? Po përpiqesha të bëja një farë ironie që nuk më doli shumë e rrjedhshme, sepse kemi ndjekur situatën në fakt. Funksionoi, po e kisha mendjen sa mund të strahonte Belinda nga këta të shtëpitë veta. Shumë krahasimi mirë, ha? Shumë mirë. Sa mund të strahonte. Ku jeton janë të shtëpia Belës? Po pse kush jeti? Sokol Balla. Eci me tjera mesazhe. Jeni të mrekullueshëm. Përshëndetje nga Italia, gëzuar Italia. Mirëmëngjes, mediat e Ramës janë servila, po ai batoni, kë do mbroj tani? E urrej shumë, thot. Mira nga Durrësi, mira. Mos urrej. Nuk e kap dot Elsa Lilën, shumë lart. Abazi ka rreshtuar të gjithë. Shoku Rama, krahas krijimit të narkoshtetit dhe vjedhjeve pa limit të Shqipërisë, që kur ishte kryetar bashkie, u kujdes që veprimet e tij të mbështeteshin nga mediat dhe gazetarët e blerë me lekë të taksapaguesve. Tipik është Agus Bolino, që nëpërmjet plugut që ndoqën mbrëm, pam hajdutëritë e tij, si ky janë shumë të tjerë, si Koli, me pseudonimin e tij. E di ti pseudonimin e Koli? Nuk e di, ja. Pseudonimi? Nuk e di pseudonimin e tij? Jo. Kaj, alamet pseudonimi. Çfarë ka, kebab? Jo. Më dhëm Kyçi. Kam kapur. E kuptoj. Ylli i partisë, Muçnanën e bëm ambasadore, mos u tall kështu. Grida tjerë shumë, edhe diçka Dje Sultanit e qendra universitare foli për suksese imagjinare për shëndetësinë falas dhe hodhi lot krokodili për onkologjikun, njëri më të paftyrë se ky nuk ka pas kurrë ky vend fajin e Kasaliu. Këta bazi nga Tirana. Tjetër a bazë, mirëmëngjes, gëzuar Krishtlindje të mbar shqiptarëve të ndershëm. Turp për media shqiptare që vjen një italian, bëhet epiqendra e vjedhjeve dhe e korrupsionit. Asnjë nuk flet veç syrit. Lumë ne që kemi plugun dhe plugon ditë të mbar. Nuk e di pse për herë kam lidhur, edhe pse nuk kanë fort lidhje, Bolinon me Beketin, edhe nuk e di e ke marrë vesh situatën që bëhet nga Beketin? Na kreti në i lek prape? Po patjetër që po, sepse borxhi që i detyrohemi nuk është vetëm 110 milion euro, 110 milion euro, por ka edhe por ka dhe kamata, kostot procesi, gjithashtu pra është rritur ca. Dhe para pak ditësh është konfirmuar që
qeveria shqiptare ka humbur procesin kundër biznesmenit italian në gjykatën e apelit në Paris. Dhe për këtë arsye, përmes rishikimit fundit të buxhetit të shtetit, qeveria e Edi Ramës ka vendosur t'i akordojë më shumë fonde Alp Kontrollit në formën e transfertës kapitale për shkak të vështirësive të funksionimit pas bllokimit të llogarive për çështjen Beketi. Kësaj here, Flavio, janë shtuar 40 milion euro në buxhetin e kompanisë Alp Control. Unë kaq do doja gjithë. Gjithë, 40. Me kaq, e mbylla. Dola në pension të parakohshëm. Sa depozita uj mund të kesh? O ti direkt jetoj buz lumit me në vend. Nuk kam nevojë për depozit, uj rrjedhshëm. Më Valboni iki aty, ku buron, ku tjetër. Atje. Sa po mendoja për lanën. Po mendoj për lanë, jo bregu lumit. Buz lumit është koncept krejt tjetër. Dakor, ndërkohë, nuk e di pse më kanë sjellë një video të skifterave shqiptar në Itali. Unë do të dëshiroja ta shihnim. Këta janë hajdutët më të ndershëm që ka ky vend. Besoj se po. Hajde, 4. Kjo është video e policisë, italiane sigurisht. Shqyqy që pakten këta punojnë jashtë, se mjafton të sa na rrunë shteti lekët, po të ishin dhe këta do ishin... Ndoshta ata do të shfrytëzonin sa më mirë. Nete, ka skiftera që veprojnë në Shqipëri, por fatmirësisht vjedhin në përshpitet deputetëve dhe ministrave. Thua? Ua. Wow. Edhe drejtorëve të administratës. Sa mirë. Edhe këtyre, sidomos këto të kadastra i rujnë shumë, i gjujnë shumë. Seriozisht, nuk tallën. Tani çfarë është duke ndodhur aty? Po i kanë kapë shkretët, qa ndodhi, i kapën skifterët bilbilat në kafaz. Çuna duken shumë të përgatitur. Ishin, po, s'ishin dhe aq sa menduan se do ishin. Dakor, ndërkohë telefonata na emroti presim në studio. Vazhdojmë me mesazh kur e shikojnë që shëtit në për Tiranë dhe në për studio televizive është vetë turpi drejtësisë, po është dhe turpi qytetarëve të Tiranës Bolino. Neve në Itali një biciklet vindnim atëherë në vitet 90 dhe i Vitburg për i biciklet. Një Vitburg. Tashmë duhet të kesh shkuar diku te 3-4. Do të thënë 6 muaj për rrotë. Po. Vazhdojmë me mesazh tjetër. Kemi edhe një telefonat në linjë. Mirë presim. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Krishtlindje të bardha dhe gëzuar për të gjithë. Gjithashtu. Faleminderit. Po shikoj emisionin në plug, besoj do ta kesh dhënë, por ne popullin e thjeshtë, Spaku i di këto gjëra, Borlino i din, Rama i din. Edhe nuk është problem, ai nuk është trem fare, sepse ai din që organet kompetente i din. Kryqëziat plugun, gjitha të lojët që keni bo, gjitha të investigim që keni bo, por ne popullin e thjeshtë besoj se ato i din. Unë nuk e kuptoj se nuk merr në rrugën nga Spaku, që ato mos të lodhen për investigime, ja tuni juve, sa të merrin një lek më burr. Kjo është ide shumë e mirë. Ja, s'kishte shku mail atë. Më shumë punëtor, më pak punëtor në punë, edhe i merr gatshme për ideja. Por ato nuk duan, jo se nuk e din. Gjëja që kjo historia e daljes në televizor, më fal, që ta kesh pak më kështu të qartë. Kjo historia e daljes në televizor është si puna e tradhtisë, që ti mund ta bësh, po se mori vesh njëri mund të vazhdosh pa problem. Po e morën do ndryshosh sjellje. Edhe puna korrupsionit. Po s'ta mori vesh njëri, vazhdon, le ta di Spaku, se di njerëzit, që do ta marrin vesh njerëzit. Edhe njerëzit e di më Flavio, sepse para jemi këtë grop ekonomike nga gjitha anët, para njerëzit ikin, para njerëzit janë në lodh duke si thonë, dalë për te stadionet e që janë bëjnë indiferent, se i din, jo se nuk i din, për dhe sa nuk funksionon. Mirë se shteti jo, për pak në organet që merren me zbulimin dhe me këtë. Të shikoj që bëhet me Belindën, ai s'ka lo gjo pa bo, ato nuk qojnë urdhën në fiks që duhet të kapet, po presin lojnat e Ramës. Hiq imunitet. Bë kështu bërë si për ta shty, si për ta mlu, kështu që ato nuk është se nuk i din, nuk duan të veprojnë. Gjithsesi unë falenderoj shumë për punën që bëne, që për na befasoni aq shumë, jo se si dishëm po kanë dalë në katastrofë, kur mendon që miliarda lek shkojnë kot në xhepa të disa personave, populli ka shukur zba, nuk e di që duhet më.
vetëm presim na vini gjo nga qiellit na bërë këtë zgjidhje se mrena shteti kjo herë. Nuk është ide e keqe. Ide e keqe nuk është. Gëzuar, zonë, gëzuar. Faleminderit. Po ndoshta në një farë momenti duhet perceptuar që ai populli i thjesht, kjo lloj audience duhet kuptojë që thjesht te ka fuqinë. Dhe nga qielli mund të vonoj pak zgjidhja. Vjen nga toka. Nga qielli vonon pak. Unë mendoj thotë një mesazh se do mundohet që deri pranverë në Ballkan zëvendësoj klasën e vjetër politike me një klasë të re në Ballkanin perëndimor. Nuk do ishte ideja më e keqe në botë, gëzuar për shumë vjet. Viktori, lexoj mesazhin deri në fund. Unë nuk po shpif. Janë fjalët e Gramoz Ruçit, edhe punë e madhe si janë fjalët e Gramoz Ruçit. Edhe Lorenci tha atë që tha në mes të televizorit, tha, po nuk do e përcjellim. Nuk do ta përcjellim. Ka një sens sepse e tha në një moment nxehje e pakës, në të tilla momente kur kushdo mund të ketë nevojë për një sedaton. Sepse sedaton të qetëson, është një qetësues që ndikon sistemin nervor, duke sjell një gjendje relaksi dhe lehtësimi, përgjithsisht përdoret përpara procedurave mjekësore ose stomatologjike, si për të reduktuar sadopak frikën dhe shqetësimin, por gjithashtu mund ndihmoj edhe në gjendje kur trupi ka nevojë thjesht të pushojë dhe të çlirohet nga lodhja. Në ndikimin e sedaton, frymëmarrja bëhet më e rregullt, muskujt relaksohen dhe mendja gjen ekuilibrin e vet. Do të kalojmë në një shkëputje publicitare apo do të dëgjojmë edhe një telefonat të fundit përpara? Telefonat, më sigurisht telefonat. Alo, mirëmëngjes. Mos humb shansin. Do bëhesh pishman. Publicitet. Rikthehemi pas pak. Qëndroni me ne.